Sot pam se njerëzillëku tek autoritetet më përgjegjëse në vend ka humbur. Sot në vend që të kishim solidaritet dhe të ishim të bashkuar, pam intriga politike në ditën kur kjo nuk guxonte të ndodhte. Që në orët e para të mëngjesit, kur arritën informacionet e para lidhur me ngjarjen në Koçan, mediumet të cilët janë të afërta me partitë politike në pushtet, filluan të vendosin themelet e spinit të tyre të madh, i cili gjatë ditës u zhvillua si një narrativ zyrtare dhe i vetë qeverisë. Që në orën 9 të mëngjesit, portali Plus Info e zhvillon teorinë se pas kësaj ngjarje qëndron ndonjë shqiptar i BDI-s. E më pastaj, kur doli në shesh se licenca ka skaduar, ajo e vitit 2023, portalet proqeveritare fshin një lajm të tillë, e që më pas të publikoj një lajm të tillë se gjoja po qarkullon një licencë e cila është false. E gjithë kjo si një shtyllë e spinit dhe narrativit të qeverisë. Dhe në vend se ministri i punëve të brendshme, i cili është ministër në 14 muajt e fundit, të merr përgjegjësinë sepse ka lejuar në 12 muajt e fundit, për më tepër se 12 muajt e fundit, të punoj diskoteka pa licencë, që çdo ditë të organizohen ahengje në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore e standardet. Ai paturpsisht po mundohet që gjithë debatin ta shndërroj në dimenzion etnik dhe politik. Përgjegjësia e plot morale, materiale dhe penale të kësaj tragjedie nuk duhet të kërkohet askund tjetër përpos se në vetë qeverinë, në vetë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në komunën e Koçanës.